Mirëmbrëma, ky është edicioni më i ri i emisionit 60 minuta. Avokati Ardian Bajraktari do të jetë pas pak me ne në studio për diskutuar për vizitën e sotme që pam në Kosovë, ku i akuzuari për krime lufte ish presidenti Hashim Thaçi është lejuar ta vizitoj babain e tij në ÇKUK nën masa të shtuara të sigurisë. Vizita e tij vjen pas 3 kërkesave të refuzuara nga dhomat e specializuara. Sa u zbatuan të gjitha rregullat e para për këtë vizitë, si sqarohet që Thaçit kjo vizitë i u lejua pas 3 refuzimeve të gjykatës speciale, dhe si po ecën procesi i gjykimit ndaj Thaçit e të tjerë të akuzuarve i diskutojmë pas pak. E më pas në studio në emisionin do ta vazhdojmë me një intervistë tjetër, është Getuar Bamulliqi, Kasacioni Gazetarët të Kosovës, e cila do të jetë këtu për diskutuar për sulmet e fundit që i kemi parë ndaj gazetarëve në Kosovë, të cilat kryesisht vijnë nga zyrtarët të institucioneve. A kemi rritje të sulmeve ndaj gazetarëve, pse nuk po shohim distancim të institucioneve nga zyrtarët në këtë rast, dhe si po trajtohen nga institucionet e drejtësisë sulmet e paraqitura nga gazetarët. Të gjitha këto i diskutojmë pas pak, por si zakonisht në fillim lajmet kryesore ditës. Supremja refuzon ankesën e vetme të planuar për procesin e zgjedhjeve të nënshkurtit. Me këtë vendim, përgjegjësi japet rruga për shpalljen e rezultateve përfundimtare. Me leje të gjykatës speciale, ish presidenti Hashim Thaçi viziton baban e tij në ÇKUK. Vizita e tij përfundoi pas disa orësh qëndrimi. Aksidentohet një minibus që po transportonte nxënësit në Galisë të Vushtrës. Vdes shoferi dhe lëndohen disa nxënës. Dalimi i punimeve pa leje në sheshin Gjogjburg, se ndal komunën ta emërtoi sheshin e ri përballë bibliotekës kombëtare. Ky shesh do ta mbajë emrin Erhard Bucek. Gjykata Supreme të Ajnëtën ka marrë vendim edhe për ankesën e fundit të pranuar lidhur me procesin zgjedhor, duke i hapur rrugë kështu shpalljes së rezultateve përfundimtare të nënshkurtit. Në vendimin e saj, Supremja ka vendosur ta refuzojë si të pathemelt ankesën e Partisë Demokratike të Ashkalinjve, të cilët e kishin kontestuar vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. PZAP-ja kishte hedhur poshtë si të afaqshme ankesën e kësaj partie lidhur me manipulimet për votat me postë. E pasi në Supreme nuk ka ankesat të tjera, tani Komisioni Qendror të Zgjedhjeve i mbetet të shpallë rezultatet përfundimtare. Nga rezultatet e deritanishme të KQZ-s, lëvizja vetëvendosje pritet i ketë 48 deputet, Partia Demokratike 24, Lidhja Demokratike 20 dhe koalicioni AK-Nisma 8. Ish presidenti Hashim Thaçi ka qëndruar për disa orë në Kosovë me një leje të përkohshme nga gjykata speciale në Hak. Thaçit i është lejuar ta vizitojë baban e tij në ÇKUK, shkaku i përkeqësimit të gjendjes së tij shëndetësore. Zyrtarë të shumë policor jashtë dhe brenda klinikës janë përkujdesur që të ofrojnë sigurinë maksimale për ish presidentin e vendit. E pas disa orësh qëndrimi në njërin nga klinikat e ÇKUK-s ku po trajtohej babai i tij, ai ka përfunduar vizitën e tij. Largimi i tij u shoqërua me brohërima nga dhjetra njerëz që ishin mbledhur në oborin e ÇKUK-s. Thaçi pati bërë kërkesë te dhomat e specializuara të Hagës për ta vizituar baban e tij të sëmur, por ato ishin refuzuar deri më tani. Thaçi ndodhet në qendrën e paraburgimit në Hag që nga nëntori i vitit 2020. Ai është duke u gjykuar për krime lufte dhe së fundi është ngritur një akt akuzë kundër administrimit të drejtësisë. Zëdhënësi i dhomave të specializuara në Hag, Michael Dolly, ka konfirmuar se vizita e Thaçit është lejuar për shkaqe humanitare. Pikërisht për këtë vizitën e sotme të ish presidentit Hashim Thaçit të lejuar nga gjykata speciale në Kosovë për ta vizituar baban e tij, do t'i diskutojmë në studio me avokatin Ardian Bajraktari. Atëherë avokat, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Avokat, e kemi parë sot vizitën e Thaçit dhe kjo vizitë vjen pas 3 kërkesave të refuzuara nga gjykata. Tani si sqarohet avokat që në këtë moment, pse pikërisht në këtë moment ju e lejua Thaçit ta vizitonte dhe t'i miratoi kërkesa e tij? Unë ka përshtypjen që është një vizitë e vonuar, për faktin se shkaqet e përcaktuara me dispozitat përkatëse të rregullore së procedurës dhe të provave kanë ekzistuar që prej kohësh në rrethanat kur
gjendja e rënduar shëndetësore e babait të presidentit, siç është njoftuar opinioni publik. Prandaj vlerësoj që refuzimet e mëparshme kanë qenë të pabazuara për faktin se siç e përmenda është rregulla 56 e rregullores së procedurës dhe të provave, e cila thotë që sipas një kërkese në rrethana të tilla kur kemi arsye të justifikueshme humanitare mund të lejohet një vizitë e tillë. Prandaj vlerësoj që më në fund gjykata speciale ka reflektuar në raport me këtë çështje dhe rrjedhëmisht ka mundsuar vizitën për faktin se siç është njoftuar opinioni, gjendja e babait të presidentit është relativisht e rënduar, prandaj bazuar edhe në faktin që mosha e tij është po ashtu e shtyr, vlerësoj që një vizitë e tillë vetëm se dashte bëhet edhe të lejohet edhe më përpara. Po, dhe avokat konsideroni që ka shkelje në ato refuzimet e kaluara duke e përmendur këtë që e përmendët çështjen e bazës ligjore se si parashihen këto vizita? Natyrisht, kam thënë edhe në herave të tjera kur është refuzuar, në bindjen time kanë qenë shkelje, kanë qenë vendime absolutisht jo humane, prandaj më në fund gjykata speciale ka reflektuar në raport me këtë kërkesë, madje ka reflektuar edhe me standardin që vetë ka vendosur, sepse ka disa raste që ish-krerëve të ushtrisë qëndrore të Kosovës ju ka mundsuar vizita për shkaqe të tilla, prandaj në bindjen time ka qenë pa kuptim të pa justifikueshme dhe pa mbulesë ligjore refuzimi i kërkesave të mëparshme. Po, dhe tregon kjo avokat që ka vendime selektive për mënyrën se si u lejohet disave, disa të tjerëve refuzuan kërkesa, ndoshta parafërsisht për të njëjtat arsye nga gjykata speciale? Në vazhdimsi e kemi përmendur që çështja e diskrecionit, le të themi, të dhomave të specializuara filluar nga kryetari i dhomave të specializuara, pastaj edhe gjyqtarët në jo pak raste, domethënë kemi parë te kalim të asaj që njihet diskrecion dhe është shfrytzuar ose është përdorur në mënyrë selektive, me çka natyrisht që krijon edhe rrit mosbesimin e publikut në raport me drejtësinë që në fakt do duhej kjo gjykatë ta ndonte. Prandaj vlerësoj që ky është një moment i mirë reflektimi nga ana e dhomave të specializuar për të parë se standardet që vetë i vendos në rrethana të ngjashme të aplikoj edhe në rastet pasuese. Prandaj vlerësoj që edhe jam i bindur që herave të tjera do të ishte mirë që gjykata speciale të analizojë më mirë rrethanat dhe të mos vijë në situata të ngjashme kur mbi baza të njëjta dikujt i aprovohet kërkesa, mbi baza të njëjta dikujt tjetër i refuzohet, sepse kjo natyrisht që krijon edhe e rrit në mos të konsiderueshme mosbesimin e publikut në trajtim me parimin e barabarësisë së palëve në procedurë. Po, dhe avokat që i keni parë vizitën e sotme, ka pasur shqiptarë të cilët janë mbledhur shumë media atje, a ka ndonjë shkelje që i keni parë deri më tani ose që mund të ndikoj në proces sepse u publikuan pamje dhe duke hyrë brenda objektit, edhe brenda objektit gjatë ecjes nëpër korridore, konsideroni që ka ndonjë shkelje ose që mund ta dëmtoj procesin? Tani sa i përket shkeljeve eventuale, nuk dim nëse ka pas rregulla strikte ekstra në raport me vizitat tjera. Ajo çka është e rëndësishme, vlerësoj që në raport me personin këtë rast ish presidentin të jetë i vëmendshëm në raport me mos shkeljen eventuale të rregulla me çka nuk vlerësoj që pam një diçka të tillë. Natyrisht prezenca ishte relativisht e madhe dhe kjo shpërfaq interesimin që kanë publiku, kanë qytetarët në raport me procesin që po zhvillohet atje, për faktin se siç kemi thënë edhe në studion tuaj, por gjithandej ata akuzohen në kapacitete si ish-krerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kishte po ashtu edhe një prezencë relativisht të madhe të forcave të rendit, për çka natyrisht është brenda parametrave që ata e kanë vlerësuar mirë, po bazuar edhe në të kaluarën vizita të tilla kanë ndodhur dhe kanë shkuar jashtëzakonisht mirë, në rregull pas një incident, vlerësoj që ishte e panevojshme një numër. Që ato masat e shtuara ishin të tepruara? Ishin jo proporcionale në bindjen time për faktin se edhe në të kaluarën nuk ka pas ndonjë diçka që nuk është respektuar në raport me ish-krerët, prandaj vlerësoj që ishte një pompozitet i tepërt, megjithatë është brenda parametrave që kanë vlerësuar protokollet e sigurisë për ta pasur një prezencë të tillë. Po, dhe avokat në bazë të përvojave tuaja, kur lëshohen leje të tilla, a mund të takohen pastaj, a konsiderohet shkelje nëse janë takuar edhe persona të tjerë gjatë asaj vizite dhe jo vetëm personi për cilin është lejuar, a mund të ketë shkelje në këto rrethana? Natyrisht rrethanat e tilla janë shumë strikte, rregullat e tilla janë shumë strikte dhe përcaktohet numri i personave ku mund edhe duhet të takohen dhe te kalimi eventual i tyre, natyrisht që nënkupton shkelja e rregullave, edhe duhet besoj që në rrethanat e tilla nuk kemi pasur, domethënë, thyrje të rregullave, thyrje të këtyre
kërkesave që i kanë vendosur paneli, se në të kundërtën pastaj mund të penalizohet në rastet të tjera. Megjithatë, avokat, të gjitha këto masa që i pam sot dhe ky refuzimi i gjykatës për të dhënë leje deri më tani për këtë vizitë, a mund të lidhet ndoshta edhe për shkak se ndaj thashit ka edhe një akt akuse e përket pengimit të drejtësisë dhe pengimit në dëshmitë e dëshmitarëve, a mund të lidhet edhe me këtë pjesë? Natyrisht, në bindjen time refuzimi në mas të konsiderueshme i kërkesave të paraprake është ndalidhur me këtë proces, për faktin se siç e dihet dhe është njofuar dhe opinioni publik në rastin e tillë dashur me u marr konfirmimi edhe prej gjyqtarës së procedurës paraprake në lidhje me lejimin e vizitës, prandaj natyrisht që kjo e ka penalizuar në mas konsiderueshme realizimin e vizitës kohë më parë, mirë po megjithatë kjo besoj që mund ta penalizoj edhe në proceset pasuese me theks veçantë për sa i përket çështjes së masës së paraburgimit si mas për më ashpër për sigurimin e prezencës të pandehurit në procedurë, pavarësisht që në bindjen time një akt akuzë e tillë në bindjen time është e pabazuar për faktin se bëhet fjalë për pengim të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare në referencë të dispozitave të kodit tonë penal, e natyrisht kjo veprimet që i përcaktohen kësaj vepre penale nuk mund të kryen nga një person i cili ka vite të tëra që është në masën e paraburgimit, po vlerësoj që kjo akt akuzë është në rrjedhën e atyre veprimeve të cilat përpiqen të justifikojnë punën ose mos punën e mjaftueshme profesionale në drejtim të asaj për çka në fakt është themeluar gjykata speciale. Megjithatë, avokat, kjo akt akuza e dytë tani edhe e rëndon edhe më shumë situatën e thashit në këtë rast. Sa pritet, a ka pritje se sa mund zgjasë ky proces për shkak se ka pasur paralajmërime diku deri në 5 ose 6 vite apo jo? Tashmë në rastin e prokurorisë pothuajse janë dëgjuar të gjithë dëshmitarët janë në fund, cilat janë pritjet se kur mund të ketë një epilog të paktën për pjesën e parë, për akt akuzën e parë. Sa i përket çështjes akt akuzës së parë për ish-kryetarët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, unë vlerësoj se fundi i këtij viti mund të rezultojë me vendim sa i përket shkallës së parë, për faktin se siç dihet fillimi i prillit është afati kur prokurorisë tashmë është caktuar afati i fundit me cilën do të përfundojë së dëgjuari dëshmitarët, pas saj mund të ketë edhe ndonjë dëshmitar eventual që mund të ftohet nga ana e zyrës për mbrojtjen e viktimave, si edhe në fund pala mbrojtëse me sa dimi ka propozuar disa të tillë. Vlen theksohet se sa i përket çështjes së masës së paraburgimit si masa më ashpër për sigurimin e prezencës të pandehurit në procedurë, pas përfundimit të dëgjimit të dëshmitarëve të ftuar nga ana e prokurorisë dhe eventualisht atyre për mbrojtjen e viktimave, në bindjen time nuk ka arsye ligjore për t'u vazhduar masa e paraburgimit të ish-kryetarëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, sepse arsyetimet në vazhdimsi kanë qenë mundësia e ndikimit eventual në dëshmitar. Prandaj vlerësoj që me rastin e përfundimit të dëgjimit të dëshmitarëve të edhe eventualisht të zyrës për mbrojtjen e viktimave, nuk ka asnjë arsye së paku ligjore që të vazhdohet masa e paraburgimit si masa më ashpër për sigurimin e prezencës së pandehurit në procedurë. Megjithatë, avokat, a ka dëshmuar deri më tani kjo gjykatë që në ndonjë rast tjetër ka liruar të tjerët kur ka përfunduar procesi i marrjes në pyetje të dëshmitarëve? A ka përvojë të tillë? Bazuar në përvojën, jam pesimist që mund të ndodhë, megjithatë tashmë kemi disa aspekte shumë të rëndësishme e para që vetë gjykata e ka konfirmuar që tashmë është në proces të vënu, është procesi stërgjatur edhe rrjedhimisht është në shkelje të njërit prej rregullave ose parimeve bazë të drejtësisë që është çështja e gjykimit në kohë të arsyeshme. Pastaj natyrisht po ti hedhim në vështrim edhe praktikës së gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit për sa i përket çështjes së masës për sigurimin e prezencës të pandehurit në procedurë përkatësisht paraburgimit, ajo përcakton që ato duhet të arsyetohen çdo herë kur ju vazhdohet me arsyetime bindëse dhe të arsyetuara mirë, jo me arsyetime të natyrës shabllone siç kemi pa rastin e dhomave të specializuara. Prandaj duhet me pas parasysh që praktika e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit është obligim kushtetues dhe ligjor me u zbatu ndaj komplet sistemit tonë të drejtësisë, përfshirë edhe dhomat e specializuara, edhe besoj që do të mund të reflektonte në këtë drejtim. Po, dhe duke ditur avokat që tashmë është në fund procesi sa i përket dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë, është arritur që të paktën për këtyre dëshmive të cilat deri më tani ka parë publiku për shkak se shumica kanë qenë edhe nuk kanë qenë transparente, kanë qenë të mbyllura për publikun, të vërtetohet përgjegjësia komanduese për cilën akuzohen ish-kryetarët e USHK-s ajo. Çfarë tregu këtu? Me thënë me të drejtë, realisht njëra prej aspekteve që e ka karakterizuar në vazhdimsi këtë gjykatë ka qenë mungesa e theksuar e transparencës, përkatësisht është cënu parimi i publicitetit si njëri prej parimeve bazë në procedurë.
Megjithatë, me atë sa kemi pa, në bindjen time nuk ka arritur me u argumentu teza kryesore e prokurisë për sa i përket çështjes së strukturës komanduese. Këtu natyrisht i shton faktin edhe të dëshmisë disa prej dëshmitarëve ku me zë dhe figurë kanë thënë që nuk i kanë raportu shtapit të përgjithshëm, nuk i kanë raportu këtyre njerëzve cilët ballafaqohen me këto akta akuza. Pastaj natyrisht kemi pas së fundmi edhe pushim të hetimeve për një pjesë të mirë të komandantëve qoftë të komandantëve zonave ose le të themi të strukturës së mesme komanduese në raport me krerët. Prandaj gjitha këtu në bindjen time shto fakt në këtu që pala mbrojtje përkundër faktit që në jo pak raste është ballafaquar me sfida të natyrës nga më të ndryshme përfshirë edhe mungesën e mjeteve financiare. Megjithatë, në bindjen time ka arrit mjaftueshëm ta kundër argumentoj në raport me tezat e prokurisë me theks veçantë për sa i përket strukturës komanduese dhe unë jam optimist që fundi i procesit do të rezultojë me rikonfirmimin e pastërtisë së luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po, megjithatë avokat në rast se përfundon në këtë rrethon gjykata speciale, asër çfarë imazhi do të jepet gjykata speciale në rast se rasti më i madh i tyre do të mund të delte që ishte i pafajshëm? Natyrisht është shumë e rëndësishme që imazhi i Kosovës të mbrohet, imazhi i luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, imazhi i luftës popullit tonë për liri, me çka unë vlerësoj dhe jam optimist që do të rezultojë me pafajësinë, ndërsa në bindjen time këto akta akuzat e fundit me theks veçantë për pengim të drejtësisë që përmendëm ndaj zotit Thaqe dhe të tjerëve janë tentativa për ta justifikuar mos punën dhe mos përgatitjen eventuale në raport me atë çka në fakt është themeluar gjykata speciale, sepse ka qenë një ngjarje, një çështje jashtëzakonisht të rënditshme mbasi për opinionin, sepse të thuhet që është bërë transplant organësh në kohën kur njerëzit kanë vdekur si rezultat i mungesës së trajtimit elementar mjekësor, atëherë vetëm një mendje e çmendur mund ta aludoj një gjë të tillë. Prandaj vlerësoj që një proces i tillë do të rezultojë me pastërtinë, me rikonfirmimin e pastërtisë së luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës me theks veçantë për sa i përket çështjes së strukturës përkatësisht hierarkisë komanduese. Megjithatë avokat kredi fund rasti Salim Musafës dhe dënimi që është dhënë atij mund tregoj është një rast që mund tregoj që ndoshta mund të ketë edhe dënime të tjera nga kjo gjykatë për krime lufte apo jo? Natyrisht rasti i komandant Çalit i ka dy në bindjen time parametra jashtëzakonisht të rëndësishëm. E para asaj përket standardit të vendosur me theks veçantë nga ana e erdhomave të shkallës së parë, pastaj natyrisht gjatë ecurisë së procesit u rishikua sepse ishte në kundërshtim me njërin prej parimeve bazë të drejtësisë penale, sepse në kohën kur supozohet që janë kryer këto vepra penale ka qenë në fuqinë e legjislacionit cili ka përcaktuar edhe shkallën përkatësisht lartësinë e dënimit 15 përkatësisht 20 vite. Prandaj shkalla e dënimit që ishte përtej kësaj ishte kundër parimeve bazë të vendosura që prej kohësh në kuadër të drejtësisë penale, si dhe sa i përket çështjes së standardit të provuarit në kuadër të aktgjykimit, cili është publikuar në bindjen time lër shumë për me dëshiru edhe në kuptimin e argumentimit, sepse disa prej elementeve që thuhen në atë aktgjykim, madje nuk në bindjen time nuk e plotësojnë as dyshimin e bazuar mirë, që është stad shumë i ulët i procedurës në raport me atë që në fakt duhet të vërtetohet përmes aktgjykimit. Po, atëherë avokat, ju falenderoj që ishit sot këtu me ne. Kënaqësi si zjarr, faleminderit juve. Faleminderit shumë. Dhe sa tani edicionin e vazhdojmë me një histori tjetër, është